Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Kryeministri Edi Rama tha se zgjedhjet e 11 majit janë vendimtare për ritmin e negociatave me BE-n. Ai u shpreh se Shqipëria synon të mbyllë procesin brenda vitit 2027, ndërsa theksoi mbështetjen për drejtësinë dhe rolin e EPS-s në këtë rrugë europiane. Parkut kombëtar të Vjosës në zonën e Shelgut të Tepelenës janë shtuar sipërfaqet me fidan të rinj. Në ditën ndërkombëtare të pyjeve ishte Bashkia e Tepelenës dhe Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, të cilët ndërmorën një aktivitet për mbrojtjen e pyjeve. Kolonja ka qenë ndalesa e radhës e ciklit të mini reportazheve Një ditë në fshat. Fshati që njihet si një ndër zonat me numrin më të madh blegtoral, vitet e fundit po orientohen edhe drejt turizmit, kjo fal bukurive natyrore që ka zona. Pazari karakteristik i Gjirokastrës është pushtuar nga festimet e karnavaleve. Festimet që nisën sot me nxënës të shkollave do të mbyllen mbrëmjen e së dielës me djegjen tradicionale të dordolecit, një simbol i zhdukjes së fenomeneve negative në shoqëri dhe rilindjes së shpresës me afrimin e pranverës. Ju njohim tani më gjerësisht. Kryeministri Edi Rama tha se zgjedhjet e 11 majit janë vendimtare për ritmin e negociatave me BE-n. Ai u shpreh se Shqipëria synon të mbyllë procesin brenda vitit 2027, ndërsa theksoi mbështetjen për drejtësinë dhe rolin e EPS-s në këtë rrugë europiane. Prezantimin me strukturat. Kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim me kandidatët për deputet të Partisë Socialiste në qarkun e Durrësit, ku theksoi rëndësinë që zgjedhjet e 11 majit kanë në procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Këto zgjedhje përkojnë me një moment jashtëzakonisht historik, kur ne jemi përpara një mundësie reale dhe aktuale për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Rama theksoi se Partia Socialiste është sot siç ishte Partia Demokratike në vitin 1992. Sot, siç ishte PD-ja në 92-shin, është në vendin e dur dhe në kohën e dur forca e vetme që mund ta çojë përpara këtë proces. Kryeministri u ndal edhe tek reforma në drejtësi, duke theksuar se mbështetja për institucionet e reja është palekundur. Ne jemi për reformën drejtësi, ne jemi për të mbështetur luftën kundër korrupsionit përmes institucioneve të reja të drejtësisë, pavarësisht gjithë problematikave dhe pavarësisht lajfitjeve her pas hershme të atyre institucioneve, ja ku është zonja e drejtësisë dhe këtë shpatën që Den Babaden në histori e ka pas drejtësia, në Shqipëri që nga 1912 e ka pas qeveria. Por ne e kemi të ndarë këtë punë që ja kemi dhënë. Në mbyllje të aktivitetit, kryeministri ju kërkoi kandidatëve të Partisë Socialiste që në takimet me qytetarët të shpjegojnë rëndësinë e integrimit evropian, përfitimet konkrete që sjell antarësimi në Union dhe rolin vendimtar të Partisë Socialiste në këtë proces. Në ditën ndërkombëtare të pyjeve, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro publikoi online pamje mbreslënëse nga pyjet shqiptare. Edhe këtë vit Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Agjencia Kombëtare e Pyjeve, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, bashkit me shoqata vullnetar dhe akademik, ja kanë dalë me sukses të pasurojnë sipërfaqet e pyjeve me fidan të rinj dhe të çojnë përpara planet e menaxhimit dhe punën shkencore për ruajtjen dhe rritjen e këtyre pasurive, shkroi Ministria Kumbaro. Në këtë ditë, Organizata e Kombeve të Bashkuara bën thirrje t'i bashkohemi kauzës që për vitin 2025 ka temën Pyjet dhe ushqimi, e ardhmja e ushqimit fillon në pyje. Parkut kombëtar të Vjosës në zonën e Shelgut të Tepelenës janë shtuar sipërfaqe me fidan të rinj. Në ditën ndërkombëtare të pyjeve ishte Bashkia e Tepelenës dhe Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, të cilat ndërmorën një aktivitet për mbrojtjen e pyjeve. Në ditën ndërkombëtare të pyjeve, Parku Kombëtar i Lumit e Egër Vjosa mirëpriti qytetar, aktivist dhe të rinj në Shelgut Tepelen, nën moton Rypyllëzojmë Vjosën. Ky aktivitet i veçantë solli bashkë komunitetin dhe organizatat për të parë nga afër rezultatet e para të procesit të rypyllëzimit përgjatë brigjeve të lumit të fundit të Egër në Europë. Ndërsa ekspertët dan informacione për procesin e mbjelljeve dhe rolin që ato do të luajnë në ruajtjen e biodiversitetit dhe klimës. Një nga zonat që ka qenë e pyllëzuar në fakt, por për shkak të sëmundjes, për shkak të dhe të prerjeve, është totalisht e shpyllëzuar. Është një iniciativë që ne kemi ndërmarrë në kuadër të fushatës të shpëtojmë zemrën blu të Europës për të sjellë pyjet vendase në luginën e Vjosës.
Gjithë filozofia e menaxhimit të kësaj gjendje është përdorimi i llojeve autokton. Gjithë materiali mbjellës u mor nga llojet autokton, nga pemë, nga drur të shëndetshëm, pa sëmundje, të cilët u përdorën si kalema. Skema e mbjelljes është e çrregullt dhe vendet, objektet janë të çrregullta. Në mënyrë që duke plotësuar këto njollat të plotësojmë të gjithë sipërfaqen e objektit të Tepelenës. Në qendër të aktivitetit ishte ndërgjegjësimi për rolin jetik të pyjeve në ekosistemet natyrore, por edhe përkushtimi që kërkon mbrojtja e tyre. Organizatorët, përfaqësues të Parkut Kombëtar të Vjosës dhe aktivistë Save the Blue Heart of Europe, theksuan se ky proces ripyllëzimi nuk është thjesht një veprim simbolik, por një hap drejt rikthimit të gjelbërimit natyror në një prej pasurive më të mëdha të Shqipërisë. Ne kishim evidentuar që në kryet herës që një nga problemet kryesore të ekosistemit të lumit Vjosës ka qenë shkalla e lartë e erozionit. Dhe kjo për pasojë e mungesës së pyjeve, sidomos pyjeve aluvional, ku siç është edhe rasti i zonës këtu në Tepelen. Dhe kjo iniciativë, kjo ide ka nisur 4-5 vjet më përpara. Ka nisur fillimisht me një studim të gjitha zonave përgjatë luginës së Vjosës dhe degëve të saj, se ku janë zonat më të eroduara, po edhe kush potenciali më i lartë që ne mund të ndërhyjmë me pyllëzime, me aksione pyllëzimi, për të rikthyer edhe një herë pyllin aluvional. Ne si agjenci e promovojmë shumë si ide dhe si nisëm për përdorimin e formulave të pyllëzimit në shumë lloje, atëherë kur është e nevojshme, dhe për përdorimin e materialit mbjellës nga vetë habitati ku do të implementohet pyllëzimi. Në zonën e Tepelenës u mbollën pyje autoktone vendase si rep, plep, shelg e të tjerë. Një çift të rinj nga Gjermania kanë zgjedhur të eksplorojnë Shqipërinë me biçikletë. Ata kanë udhëtuar me muaj të tërë në shumë vende, por veçojnë Përmetin si vendin më mikpritës. Përmeti vitet e fundit është kthyer në një destinacion turistik, duke mirëpritur mijëra vizitorë. Kristine dhe Hendrik janë një çift turistësh gjerman që kanë vendosur të provojnë një eksperiencë ndryshe në zonën e Përmetit. Ata kanë zgjedhur të shëtisin çdo cep të këtij vendi me biçikleta dhe tregojnë se arsye e kësaj zgjedhje është që dëshirojnë të eksplorojnë natyrën e bukur dhe të mbushin çdo moment me aventura. Jam Kristin nga Gjermania. Kemi 5 ditë në Shqipëri, ndërsa në Përmet vetëm 2 ditë. Kemi udhëtuar shumë me biçikletë nëpër Europë dhe vendosëm që këtë eksperiencë ta provojmë edhe këtu. Dhe arsye kryesore është ta ndjejmë më afër natyrën, freskërinë e ajrit, rrezet e diellit, të shmangim trafikun dhe ndotjen që shkaktojnë mjetet e tjera të transportit. Ndonjëherë është e vështirë të udhëtosh me biçikletë për shkak të rrugëve, por ky është pasioni im dhe këtu më pëlqen shumë. Të mahnitur nga natyra, thonë se banorët janë gjithmonë të gatshëm t'i ndihmojnë për orientim dhe madje edhe për ofrimin e ushqimeve. Këtu më pëlqen natyra me madhështinë e saj. Mikpritja e njerëzve është shumë e mrekullueshme. Mendoj që jeni me fat ju që jetoni në këtë vend me diell dhe pa shumë karbon. Për ciklizëm është mjaft e përshtatshme. Ne kemi udhëtuar shumë, sidomos nëpër Europë. Atje infrastruktura mbase është më e mirë, por bujaria e njerëzve këtu për mua mban vendin e parë. Kemi konsumuar kaq shumë ushqime të shijshme si asnjëherë tjetër. Unë dhe partnerja ime dëshirojmë të vim sërish. Për këto çift të ri të apasionuar pas udhëtimeve dhe natyrës, Përmeti mbetet zgjedhje preferuar dhe ata planifikojnë të kthehen sërish. Kolonja ka qenë ndalesa e radhës e ciklit të mini reportazheve Një ditë në fshat. Fshati që njihet si një ndër zonat me numrin më të madh blegtoral, vitet e fundit po orientohet edhe drejt turizmit, kjo fal bukurive natyrore që zona ka. Kolonja në njësinë administrative Picar të bashkisë Gjirokastër është ndër fshatrat më të hershëm të kësaj zone, ku gjithnjë banorët kanë patur traditë kryesisht blegtorin. Ata na tregojnë historinë e fshatit dhe zhvillimin e tij vit pas viti. Fshati Kolonjës traditën ka patur blegtorin. Të trashëguar e kemi na prindrit, edhe me atë miremi të gjithë. Dhemi ndërrojmë punë, po në fund vemi tek blegtoria. Shembull, kam punuar në ndërtim 30 vjet, kurse tani kam marrë përsëri te blegtoria, te puna e gjyshreve, stërgjyshve ta. Para mjetësa vjetë fshati nuk ka qenë lart në rehovët e burimet. Dhe sot janë shenjat e shtëpive atje, tjegullat.
Pasaj se s'kishte ujë këtu. Kur sollën ujë në fshat, pasaj zbritën këtu ku jemi. Rreth çfarë viteve mendohet jetë krijuar fshati? Po, historik sakt nuk ka, po mbi 1500 vjetë. Fshat i lartë. Nërsa këtu është tek 1000 vjeçar që jemi ne këtu sot. Banorët i ka shumë të mirë, shumë të butë. Këteja nuk jam vetë. Jam një fshat më lartë nga Golemi. Ke ardhur nuse këtu? Kam ardhur nuse. Çfarë vitesh? Viten 76. Si e ke gjetur fshatin kur ke ardhur nuse? Fshati ke plot, me njerëz, me gjallëri, me rini, këtu gumzhin të qendra. Kishte shumë banor? Kishte. Zhvilloheshin aktivitete? Mbrëmje, strada, sporte të gjitha. Ka patur dhe bujqësi më përpara, kultivojmë misër, grurë, vreshtari kishte. Ndodhemi në fshatin Kolonj të njësisë administrative Picar, 20 kilometra larg qytetit të Gjirokastrës, një fshat mes bukurive natyrore, historisë dhe traditave, që tashmë po kthehet edhe në një destinacion të preferuar turistik për vizitorët e huaj. Ktheja fshatit tonë dhe këtë vullnet dhe këtë dëshirë që të bëj agroturizmin. Se kemi dhe klimën, kemi dhe kushtet, kemi dhe ujnë, kemi dhe ambientin, kemi natyrën që na mbështetën të gjitha këto, e janë shumë të dashuruara për njerëzit. Vinë vizitor? Vinë vizitor nga herë. Vinë këtu të mua, vinë e flën me makina dhe ikin prapë. Po kjo është gjë pozitive, se vitet e para filluan njerëzit të largoheshin, këtej pa një perspektivë, pa një diçka. Kur e pan që këtu jetohej, atëre u kthyen dhe punës. Dhe këtu mund të them që vetëm me djersën e tyre është bërë një oazë poshtë i mrekullueshëm. Ku vjet kishte mund të them me mira vizitor. Po zhvillimi i mirë është, gjatja është, të gjitha kushtet janë. Dikur ky fshat ka patur 754 banor, ndërsa sot jetojnë në të rreth 220. Ata që janë larguar nuk e kanë braktisur fshatin, madje ka prej tyre që po rikthehen për të investuar në të, fal zhvillimit që po merr. Finalizohet operacioni policor i koduar Mazhan për goditjen e veprimtarive kriminale të vjedhjes dhe armbajtjes pa leje. Specialistët për hetimin e krimeve të stacionit të policisë Këlqyr me njëherë pas marrjes së kallëzimit nga shtetasi me inicialet BM më datën 18/3/2025, persona të pa identifikuar kishin hyrë me forcë në banesë duke thyer derën dhe ishin mbledhur pajisje dhe sende të ndryshme. Kanë organizuar punën për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Nga veprimet e mëtejshme, hetimore dhe procedurale të kryera nga stacioni i policisë Këlqyr, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Ersek, në kuadër të operacionit policor të koduar Mazhan, u bë identifikimi, kapja dhe arrestimi i autorëve të dyshuar të vjedhjes, konkretisht shtetasit me inicialet JB 22 vjeç banues në Ersek dhe një 16 vjeçar banues në Këlqyr. Gjatë operacionit, shërbimet e policisë kanë ushtruar kontroll në një ndërtesë të vjetër në fshatin Mazhan, ku kanë gjetur dhe sekuestruar një armë zjarri gjysmë automatike që dyshohet se e kishin fshehur këta shtetas. Gjithashtu shërbimet e policisë kanë sekuestruar në cilësinë e provës materiale pajisje dhe mjetje të vjedhura, të cilat këta stetasi kishin shitur. Materialet proceduriale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Gjirokastër për veprime të mëtejshme. Fshati Vrion në bashkinë e Finiqit ka një infrastrukturë rrugore të kënaqshme dhe rrjeti i ujësjellësit funksionon 24 orë në ditë. Megjithatë, emigracioni ka kaluar shifrën 90% të banorëve të fshatit. Vetëm 9% e banorëve të Vrionit në bashkinë e Finiqit kanë preferuar të jetojnë në fshatin e vendlindjes. Nga 1540 banorë të regjistruar në regjistrin themeltar të gjendjes civile, vetëm 135 janë rezident gjatë gjithë vitit në fshat. Megjithëse me infrastrukturë rrugore të kënaqshme dhe me rrjet ujësjellëse që furnizon konsumatorët me ujë 24 orë, banorët e mbetur në fshat janë kryesisht të moshës së tretë. Një prej tyre është edhe mësuesi në pension, zoti Kosta Greko, i cili vazhdon të jetë optimist për të ardhmen e fshatit. Të gjithë fshatarët që banojmë tani, që jetojmë në fshatin, jemi të moshuar, mbi 80 vjeç. Pakit janë rreth 20 vjeta që janë më në një moshë 50, 25, 60 vjeç. Ne jemi të moshuar. Po mirë jemi, këtu kemi edhe kujdesin shëndetësor, kemi shëndetësore. Edhe doktori vjen një herë në javë, kemi infermierë në fshatë që kujdeset për ne.
tokat bujqësore që disponon fshati punojnë? Tokat që disponon fshati punojnë, po punojnë, kemi të një qasur që themi. Keni dhënë me qira? Me qira, edhe punojnë, janë 3-4 persona që punojnë tokat. E punojnë e ne na paguajnë atëm. Megjithatë, në Vrion po realizohen zona industriale, si vazhdimësi e projektit zhvillimor të qytetit Sarandës. Qyteti i Përmetit është ndër qytetet që ka ruajtur traditën e kultivimit të trëndafilit dhe luleve dekorative. Në këto ditë pranverore, Agjencia e Shërbimit Publik në këtë bashki ka nisur punën për shtimin e sipërfaqeve të gjelbëruara. Në Përmet vijon një punë intensive për shtimin e hapësirave të gjelbra, përveç trëndafilit, që është karakteristik për qytetin, po mbillen edhe pemë dhe lule të tjera dekorative, bëri të ditur Eftali Lapaj, përgjegjëse e sektorit të pastrimit dhe gjelbërimit. Ne në këtë sezon kemi mbjelljen e prioritet, kemi mbjelljen e farishteve, ku përgatitemi për mbjelljen sezonale në maj fillon mbjellja e luleve të verës. Kemi shtim të sipërfaqeve të gjelbërta, dhe këto janë në pemë dekorative, ku ne nga dhjetori deri në vazhdojmë dhe tani në mars, kemi mbjell 250 pemë dekorative dhe këto pemë të ndryshme. Këtë shtrirje ne kemi vese në qytet, po dhe në fshat, kryesisht rrugët kryesore të fshatit, duke u shtrirë pastaj dhe në përlagjet fshatit. Ajo shtoi se dhe qytetarët janë të angazhuar në këtë drejtim. Komuniteti i Përmetit e do pastërtin, e do gjelbërimin, sepse duke pasur një gjelbërim, një pastrim të rregullt, ne kemi ambiente sa më shumë çlose për qytetarët, për fëmijët, për moshën e tretë që është pensionistët. Qyteti i Përmetit është ndër qytetet që ka ruajtur traditën e kultivimit të trëndafilit dhe të luleve dekorative, qoftë në ambiente publike, apo dhe nga vetë banorët që kultivojnë lule në shtëpitë e tyre. Pazari karakteristik i Gjirokastrës është pushtuar nga festimet e karnavaleve. Festimet që nisën sot me nxënës të shkollave do të mbyllen në mbrëmjen e së dielës me djegjen tradicionale të dordolecit, një simbol i zhdukjes së fenomeneve negative në shoqëri dhe rilindjes shpresës me afrimin e pranverës. Për të mirëpritur një tjetër sezon turistik në Gjirokastër, aktivitetet e larmishme kulmuan ditën e sotme me paradën e karnavaleve. Nxënës të shkollave, kopshteve, qytetar dhe turist kanë shijuar këtë atmosferë fantastike. Unë jam veshur si Kleopatra. Si po të duket ambientit? Po, shumë. Jam veshur si Elca. Po të pëlqen ambienti këtu, po kënaqesh? Jo, po kënaqem shumë. Unë sot jam bërë si një luan i barën. Si po të duket ambienti, po kënaqesh këtu me shokë? Po kënaqem shumë me këtë atmosferë të veçantë. Është hera e dytë që marr pjesë në paradën e karnavaleve dhe po kënaqem shumë. Pjesë e paradës me kostumet shumë ngjyrshe u bë dhe kryetari i bashkisë Flamur Golemi, i cili u shpreh se karnavalet do të vijojnë për 3 ditë me radhë. Fest karnavalesh nuk ka vetëm Shkodra, nuk ka vetëm Korça, që për viteve 20-30 ka patur edhe Gjirokastra. Edhe në kalendarin e aktiviteteve të bashkisë Gjirokastër, tashmë zëvend festa e karnavaleve. Do vazhdojmë, e fillojmë sot ditën e premte, por në mbrëmje do mbledhemi së bashku edhe me vëllezërit korçar dhe do kulmojmë ditën e diel. Është një aktivitet, thash, në kuadër të kalendarit të aktiviteteve që bën Bashkia Gjirokastër, për të patur përtej bukurisë që na ka falë natyra, edhe një mundësi, atraksioni për gjithë turistët tash dhe banorët e këtij qyteti. Nuk ka vend dhe nuk ka fundjavë më të bukur se ta kaloni këtu në Gjirokastër. Kjo fest do të vazhdojë edhe me disa koncerte ku do të jenë të ftuar edhe vëllezërit korçar. Dita ndërkombëtare e poezisë e shpallur si e tillë prej Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Arsimin, Shkencën e Kulturën është përcjell me aktivitete në Bibliotekën Apostol Meksi në Gjirokastër. 21 marsi shënohet si dita botërore e poezisë. Në kuadër të kësaj dite në ambientet e Bibliotekës Apostol Meksi është zhvilluar veprimtari me nxënës, duke recituar poezi të poetëve të letërsisë shqipe ndër vite.
duke zbritur që nga qielli për mi fshat po bëhet firë. E kudo krahin e gjërë mos po qit as pipëlim. Ndër me rastin e ditës ndërkombëtare të poezisë, Biblioteka Apostol Meksi në bashkëpunim me nxënësit e shkollës Urani Rumbo organizoi aktivitetin Poezia Shqipe ndër vite. Nxënësit e shkollës Urani Rumbo sollën përmes emocioneve poezi më të bukura të letërsisë shqipe, të autorëve më të njohur të letërsisë shqipe. Gjithashtu ky aktivitet u shoqërua me një ekspozitë në cilën e kemi titulluar Letërsia shqipe ndër vite. Qëllimi i këtyre aktiviteteve është që brezi i ri t'i njohë më mirë shkrimtarët dhe krimtarinë e tyre. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte që nxënësit të njihen më mirë me poetët shqiptar, me krimtarinë e tyre letrare, kontributin që ata kanë dhënë në letërsinë shqipe. Poezia ka qenë gjithmonë mjet i fuqishëm për të shprehur emocionet dhe mendimet më të thella të secilit prej nesh. Me një shqiponjë që u gatit të fluturojë, por në çastin më të fundit ndroi mbrëmje e krahët shkundi. Loreta Skillok është përkthyesja që përcjell letërsinë shqipe në Gjermani. Në këtë ditë që i kushtohet poezisë botërore, ajo vlerëson shkrimtarët shqiptar që po renditen krah autorëve europian. Loreta Skillok vlerëson shkrimtarët shqiptar. Në ditën e poezisë përkthyesja e letërsisë shqiptare në gjuhën gjermane, Loreta konstaton me kënaqësi se letërsia shqiptare është e krahasueshme me atë europiane dhe kjo jep krenari dhe gëzim. Është një interes i madh i gjermanofolsve ndaj kulturës sonë dhe kjo më bën dhe krenare në fakt dhe në fushën intelektuale ku ndodhem unë në universitet. Krenojmë dhe shpesh me letërsinë që përkthej. E fundit ka qenë Dritoragolli, ka qenë poezitë e Dritoragollit, një projekt shumë i madh. Kam përkthyer Arjan Lekën, Xhevair Leshin, kemi bërë antologji, kemi përkthyer Ismail Kadaren, Flogjerta Krypi, Mimoza Hysa. Unë bashkëpunoj dhe me ministrit dhe me Tradukin që është një rjet shumë i madh për letërsinë në Ballkan, në tërë Evropën, është Ministria e Punëve të Jashtme në Gjermani dhe Ministritë e Kulturës nga 17 vende të ndryshme. Megjithse jeton e punon në Gjermani, Loreta është një gjurmuese e kualifikuar e zhvillimeve letrare në Shqipëri dhe mban kontakte periodike me autorët shqiptar. Unë ftohem shpesher nga Ministria e Kulturës këtu, nga Ministria e Arsimit në prizmin e diasporës. Vjet kam qenë 2 muaj si përkthyese e Bashkimit Evropian, ishim 5 përkthyese të Dritoragollit. Kemi bërë dhe aty shumë takime me studentët, ishim në Tirana Gate, një festival që organizohet çdo vit në Shqipëri. Sa që vi këtu, kam takime me shumë autor në fakt. Me shtëpitë botuese, po gjithashtu. Loreta Skillok është shqiptarja e adhuruar ndër gjermanët si pedagogët e letërsisë krahasuese, ndërkohë që në hapësirat kulturore e letrare gjermane, emri i saj është i preferuar dhe i kërkuar si përkthyese e letërsisë shqipe në gjermanisht. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë miru pafshim.